Me Alberto, trajtuam metodologjinë dhe filozofinë e programit. Me një pjesë për jush, ne shkarkuam aplikacionin e futbollit për shkollat. Atëherë ata që nuk ishin dje këtu, duhet të shkarkojnë aplikacionin e futbollit për shkolla, mund të pyesni kolegët. Pas dreke ne shkuam me gjysmën e grupit në fushën e futbollit në mënyrë që të materializonim 3 seancat e teorisë në praktik, pra duke përmirësuar teorinë në praktik, komunikimi i mirë dhe menaxhimi i konflikteve. Me pjesën tjetër të grupit ne filluam në orën 9 me pjesën e dytë dhe të 3 seancat i aplikuam në praktik në fushën e futbollit. Kjo është agenda për ditën e sotme. Çfarë studiuam sot në mëngjes me gjysmën e grupit në fushë? Tashmë jemi këtu në pjesën teorike. Si ti integrojmë aftësitë për jetën në seancën e futbollit. Pjesa teorike do t'jetë ndërvepruese, ne do të ndajmë përvojat me njëri tjetrin, do të bashkëbisedojmë. Do të bëjmë një pushim të shkurtër, do të shkojmë prapë sërish në orën 2:30 në fushë në mënyrë që të vijojmë me rotacionin në fushë dhe me qëllimin e ditës së tretë të përgatitjes së të gjithëve për festivalin e ditës së tretë që është nesër. Nëse ne do procedojmë me sukses, do ta finalizojmë me diplomë dhe certifikat 3 ditët e kursit. Jemi në rregull? Agenda për nesër është kjo. Do të takohemi së bashku nesër në orën 9:30 të mëngjesit, në orën 10 të gjithë studentët, fëmijët do të mbërrinë në orën 10:30, ne do të lançojmë aktivitetet. Do të vinë disa persona VIP nga ora 11:15 për të parë aktivitetin e fëmijëve dhe më pas do ta finalizojmë me disa fjalime dhe një foto zyrtare të gjithëve së bashku. Në rregull? Atëherë, kjo është pjesa e sotme. Si ti integrojmë aftësitë për jetën në seancat e futbollit? Si do t'i integrojmë, si do t'i materializojmë në fushë të gjitha këto aftësitë për jetën? Nuk është fort e thjeshtë, por ne do ta menaxhojmë së bashku për t'i kuptuar. Për ata që nuk ishin dje, e mbani mend që futbolli për shkolla ka 2 shtylla. Futbolli nga një anë dhe edukimi nga ana tjetër. Përmes futbollit ne do të edukojmë. Ne do të edukojmë duke lozur futboll. Janë 2 komponentë ndërlidhur shumë të rëndësishëm me njëri tjetrin. Atëherë, kjo është foto ilustruese e asaj që po thoja. Po përpiqemi në programin e futbollit për shkolla që të menaxhojmë balancën, ekuilibrin mes 2 shtyllave, futbolli dhe edukimi përgjatë gjithë kohës. Pra, ky është dualiteti dhe thelbi i programit të futbollit për shkolla, në mënyrë që ne përmes futbollit të përcjellim aftësitë për jetën, të zhvillojmë fëmijët me këto aftësi për jetën përmes lojës së futbollit. Jemi në rregull? Është e qartë? Pyetja e parë. Çfarë kuptoni me aftësitë për jetën? Do më jepni ndonjë përkufizim të aftësive për jetën? Kur flasim për aftësitë për jetën, çfarë mendoni? Çfarë ju vjen në mendje së pari? Në gjykimin tuaj, çfarë është një aftësi për jetën? Nuk dua shembuj. Ne dua një përkufizim. Një përkufizim. Çfarë është një aftësi për jetën në gjykimin tuaj? Keni ide? A life skill is to cope with the environment where we live in. In my opinion,
the life skill I understand to cope with the environment, the interaction with people, to be adaptive to each other, to si nga ana shoqërore, nga ana fizike dhe nga ana e dëfrimit ose lojrave me njëri tjetrin. Mendje shëndosh në trup shëndosh. Good. Very good examples, very good information. But I'm asking a little bit more about a definition of life pyes skills. për një përkufizim të aftësive për jetën. Kur mendoni për aftësitë për jetën, çfarë kuptoni ju? Çfarë ju vjen në mendje? Unë them së pari në gjykimin tim, çfarë është një aftësi për jetën? Aftësi, mjeshtëri, cilësi, kapacitet. Pra le të përpiqemi ta përkufizojmë aftësinë për jetën. Unë mendoj çfarë mund të përkufizimi kemi ne për është se si të përgatitemi ne për vete, edhe si të edukojmë dhe fëmijët dhe njerëzit që na rrethojnë për ushqyerjen mirë, për mënyrën për disiplinën, për mënyrën e jetesës, të mi bë gjërat sa më të thjeshta dhe duke kursye dhe nga xhepat e secilës familje në mënyrën se si do arrijmë këtë lloj edukimi. Edhe duke kursyer, duke ushqyer mirë, do të kemi siguru dhe mënyrën që të jemi sa më të shëndetshëm. Dhe më të shëndetshëm. Good, very good. Good examples, good information. Let's try to look for a definition. When we talk about life skills, we talk about skills, abilities, qualities, competencies. Let's try to keep building from there. Një edukim më i mirë sot për një të ardhmen më të mirë nesër. Very connected to education, to healthy lifestyles, to communication. That's true. Everything you are saying is 100% true. I'm trying to go a little bit more in a definition. What is a life skill? I'm going to ask you something more. Are life skills personal from each person, or are the life skills general? Let's try to look for a definition. Life skills është aftësitë motorike që mund të kenë fëmijët, aftësitë koordinative që mund të përshtaten, cilësia që kanë secili fëmijë pasi që ndahet nga njëri tjetri. Këto janë interaktive për futbollin, që flasim futbollin. Okay, good. So we have abilities, qualities, competencies, skills that are they are personal. You said many of them they are personal. So my life skills are going to be different. Pra aftësitë mia për jetën janë të ndryshme nga aftësitë e atij për jetën ose të atij tjetrit. Është shumë e rëndësishme. Aftësi për jetën janë kompetenca në mënyrë që ne mund t'i mësojmë të aftësi. Ashtu siç mund të mësoj të pasoj topin, mund të mësoj dhe të komunikoj më mirë, të përmirësoj komunikimin, mund të mësoj të respektoj kundërshtarin, mund të mësoj të lozë në ekip. Pra aftësitë, cilësitë, kompetencat
Pra janë personale, por mund të mësohen. And that basically, Dhe kryesisht, siç e përmendet ti, that they will support us, dhe ju të support the gjithë kids për të to live mbështetur in a society, fëmijët të jetojnë në një shoqëri, to adapt të përshtaten to their life, to adapt me jetën, me different conditions they will mjedisin, me face in their kushtet daily e life. ndryshme, me rrethanat e ndryshme që do të Does it make përballen në sense? jetën e përditshme. Pra, bën sens kjo? Good. Është okay? First of all, Së pari, my tip, my recommendation. këshilla ime për ju, rekomandimi im për ju. Pra, kur themi çfarë është një aftësi për jetën, duhet ta përkufizojmë. Pra, është një aftësi, është një cilësi, You want to say another word, it's a competence. është një It's kompetencë për jetën, është një cilësi, It's something personal. është diçka that we are personale gonna have all of us që të different. gjithë ne kemi në mënyrë të ndryshme, But por something that will support diçka us që na mbështet to live ne për të in a jetuar society, në to një adapt to shoqëri, different për të situations. përshtatur në rrethana të ndryshme. Good. Jemi në Someone rregull? else would like to mention something? Do dikush tjetër të shtoj diçka në lidhje me Clear? përkufizimin e aftësive për jetën, është e qartë? Yes or no? Po apo jo? Më jepni një reagim. Can you think of some examples of life skills? Mund të mendoni disa shembuj të aftësive për We have mentioned a lot. Kemi A lot of përmendur shumë në fakt deri më tani, por Give me one example. më jepni një of shembull life skills that we ilustrues të can use. aftësive për jetën që ne in mund t'i football. përdorim në futboll për shembull. Communication. Clear Komunikimi example. është një shembull i qartë. Fair play. Good Fair example. play është shembull shumë i mirë. Bashkëpunimi, Activism. activization, Activism is what's being that in English? active. Activism was that? It's activization, being active, being Being active. operational. Yeah. Harmony. Okay. Yeah. Yeah. Në rregull, harmonia gjithashtu. Competition. What does it mean? Competition. Kompeticioni në çfarë kuptimi? Ma elaboroni, të lutem. Concurrenza. Concurrenza. Competition. Competition. But competition is not a life skill. Nuk është aftësi për jetën competition, kompeticioni ose konkurenca. Nuk e dëgjoj atë që foli se nuk ka mikrofon. Okay. So competition is not a Konkurenca life skill. nuk as such. është aftësi për jetën, për There jetës are life vetes. skills that will Ka help aftësi us për jetën që do to të na understand the ndihmojnë të competition kuptojmë and to manage konkurencën, ta the menaxhojmë në competition. mënyrën më të mirë, Like the life por skill in this sense, I would say aftësit is, për jetën në këtë këndvështrim është të understand how kuptojmë to lose, mënyrën how to, se si how të to win, for humbasim example. dhe si të fitojmë or having a me dinjitet, good healthy lifestyle, të or having kemi a good një coordination, stil or having jetese të whatever. shëndetshme, të This kemi will një help us koordinim to të mirë, kjo do të address na well a ndihmoj competition. të But a adresojmë competition as dhe të such qasemi is not shumë mirë really a ndaj life skill. konkurencës. Konkurenca nuk është aftësi për To jetën. be smart, to work in the intelligence Pra of the të game, punosh yeah, në that's a mënyrë life skill that you inteligjente, can work in pa football, dyshim, kjo është For një sure. aftësi për jetën që ne mund ta More, vëmë në there are funksion more. në No futboll. one said one of the Askush the nuk most tha më important- të rëndësishme që është një most sekond. important or the one that we see every time Atë in që ne football. shohim në futboll gjatë Teamwork. gjithë kohës. Puna në Teamwork is a life ekip, skill puna that në ekip without është një teamwork, aftësi football për will not jetën go që forward. pa We cannot play pasur by ourselves. shpirtin e ekipit dhe pa pasur punën në ekip, exactly the same thing, the teamwork he's saying. Yes. That's what I wanted to say. Kjo I ishte, didn't pra, know kjo the është word in fryma. Kjo Albania. është fryma e ekipit. Është puna në More, grup, more, puna more. në ekip, There are bashkërendimi. more. Come on, think. Ka prap aftësi për jetën, Agility, mendoni. okay, yeah. Në rregull, po Being agile, being shkaftësia coordinated. Yeah. të jesh i koordinuar, Solidarity. Solidariteti, Yes, we can work. padyshim, po. Empathy, solidarity. empatia, Those are- yeah, solidariteti, important. Those are janë life skills that we can cilësie improve through dhe football. aftësi për jetën që ne i përmirësojmë për gjatë lojës në futboll. Pra dhe mund t'i mësojmë të aftësi për jetën. Discovering talents. It's not a No, life discovering skill. talent
nuk It's not really a life është skill një that aftësi për we jetën can teach to the children. që mund t'ja mësojmë Like we as fëmijëve. coaches, we can Ne discover si talent, trajner yeah, mund but t'i not the zbulojmë kids. talentet, po A nuk kid është se ja mësojmë through a dot football session fëmijëve. cannot really discover Fëmija talent. për gjatë seancës dhe lojës së futbollit nuk është se Life do zbuloj skills talentet, do mësoj that we gjëra can të teach tjera. the kids Ne na duhet t'i in a mësojmë football session. fëmijëve për gjatë futbollit disa aftësi për jetën, të cilat i materializojnë dhe i mësojnë duke lozur. Përveç se komunikimit, po Despite flasim për futbollin, nëse do të jemi, domethënë, te kjo pikë, unë për veten time mendoj që në ekip brenda duhet të ketë komunikim verbal dhe jo verbal. Dhe në fund fare, ndarja e përgjegjësive ose marrja e përgjegjësive e gjithë ekipit për fitoren ose për humbje. Right way to handle defeat. to handle defeat. Mënyra më e mirë për të menaxhuar fitoren, për të menaxhuar humbjen. Kjo është shumë e ndërlidhur, është shumë e ndërlidhur pikërisht me frymën e ekipit, me punën e ekip dhe I think I emocioneve pozitive e negative, para dhe pas lojës. Very, the match very, and very good after one. the match. Po shumë e mirë kjo. Because this is a very good one, I would say, because Është it's cilësim shumë i mirë ky, pasi different from the ones we were discussing. This one is focused on the person, fokusohet te on the personi, personal understanding that we will say, we will see later. Kuptueshmëria personale, Right mënyra management se si of my qasesh, feelings. Pra menaxhimi, Critical i duhur, thinking. i Those life skills that ndjenjave will të help me mia, as a mendimi person kritik, këto to janë develop aftësi për and jetën that që I më can ndihmojnë use, that mua I can be- për të it can be zhvilluar taught in football. dhe kjo mund të mësohet shumë mirë për gjatë lojës së futbollit, shumë mirë. more. There are many life skills connected to ourselves ndërlidhura me veten that we tonë, can të learn in cilat ne football that we mund të didn't mësojmë mention për any of gjatë them. futbollit që si Think kemi about thënë it. ende. Mendoni prap, mendoni në çik. Qëndrueshmëri. Sustainability, Qëndrueshmëri. sustainability, resistance or Yeah, sustainability. sustainability, taking care of the environment, yeah, is something. Të kujdesesh it's për life skills that we can mjedisin, use, janë we can learn aftësi për through. jetën që ne mund t'i mësojmë për gjatë Të lojës së jesh futbollit. fleksibël në situata të ndryshme. Being flexible in different situations. I love this one. Good, 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 good. Shumë kjo. We are getting there. Pra jemi gati duke arritur tek të gjitha. Never give up. Yeah, Mos hiq this, dorë kurrë. this life skills very much connected Është with, aftësi with what we see on the shumë e pitch this lidhur morning and me atë yesterday. që pam ne në fushë Resilience, sot dhe dje. perseverance. Pra, Those are life skills that we can work in konsistenca, football. Good, durimi, qëndrueshmëria, Help each other, rezistenca, helping hands, ndihma solidarity, për njëri tjetrin, empathy. solidariteti, Those are life empatia, skills that këto are janë aftësi për always in jetën football. që Good. janë prezente gjithmonë në futboll dhe mund t'i mësohesh shumë mirë dhe fëmijëve gjithashtu. Perceptimi i saktë i ideve The që right perception më herë në jetë of dhe the transmetimi ideas i dur and në the grupin, në right shoqërinë ku jeton, and the të në sakën e right ekipin. approach Në të to flasim për the futbollin, team, to the transmetoj group, to the saktë ato që society where we merr që live. fiton. So the value system that you have to transmit in the right way for everyone that surrounds you. I think what you mean is Besoj fort që ti e adapt ke to the fjalën differences, adapt të to the others, përshtatesh understand that me we are të all different, tjerët, understand të that kuptojmë që jemi të yeah, gjithë të ndryshëm, ti pranosh të ndryshmit dhe të jesh të jenë të përfshirës. grup. Once again, please, to be inclusive, he's saying, to be inclusive for all the differences and Good, having good relations, persons. being Të kesh inclusive. marrëdhënie shumë të mira, Good, të very jesh good, very good. përfshirës, po shumë mirë. Vetvlerësimi, Self-confidence. I love that. Më pëlqen This is shumë very kjo. much related to Kjo është shumë e what I was lidhur saying me before. atë që po thoja që parë. Personal life skills that we can develop in Aftësi football. personale që mund t'i Self-confidence is zhvillojmë në probably futboll. the main one that we can Vetvlerësimi develop as a është footballer. fantastike që Once ne I mund start ta playing zhvillojmë the game. shumë mirë sa të fillojmë të Having self-confidence lojën, in pra myself. të kemi vetbesim tek Without vetja. that, Pa difficult to have vetbesim, the rest of our life asnjëherë skills. nuk mundesh të zhvillosh Good, aftësitë e good tjera job. për jetën. Fantastika kjo.
Unë mendoj që I fëmijëve në think krahas mësimit lojës futbollit, that despite learning mësojmë football dhe to përgatisim children, edhe për shumë aftësi we tjera që do t'i prepare ketë gjatë jetës. these children for Duke the filluar life nga skills, bashkëpunimi, collaboration the ndihma first, reciproke, the reciprocal support to each other, intelekti, intellect, e përmend edhe shokët fair play, the fair play principles, respekti ndaj respect më të fortit, po for themi, apo the ndaj më të stronger rriturit, or apo for the kundërshtarit. adult or the Pra, janë një opponent. sër aftësisht që There edukojnë are a dhe set of fëmijës, life apo skills neve në that shoqëri we shumë can gjatë gjithë jetës sonë. teach to children in order for Mund them t'jem pa to fundër establish a aftësi që system of values. There are many life në skills përmjet that lojës can be educated durimi, through football session. forca, Patience, rezistenca, strength, resilience, organizmi, shëndeti i trupit, të health, gjitha me radhë, health, well-being. të bashkangjitura shumë These bukur me lojën e all futbollit. are attached to the football session. Yeah, this is what we are asking. Për këtë To po give examples pyesim of në life skills. fakt You të give japim a few shembuj të collaboration is a aftësive good për example that jetën, we pra already mentioned. bashkëpunimi, Respect for the others. respekti për But të when we talk tjerët. about respect, Kur flasim we për don't only talk respektin, about nuk respect flasim vetëm for për the others, as respektin e të he tjerëve, mentioned. siç We talk about përmendë. respect Flasim dhe për for myself, respektin first për of all, veten së pari, for my një colleagues, herë, për kolegët, for my opponent, për kundërshtarin, for the referee. për arbitrin. You understand? E Not only kuptoni respect këtë? for the Jo others. vetëm respekt për Respect pjesëtarët for e everyone, ekipit, për të including gjithë. myself. E para për Which actually veten, is one of the life që skills we can është një also nga work. aftësitë për jetën që Self-respect, ne mund të punojmë gjatë gjithë jetës, vetë respekti, vetë besimi. për futbollin, We are talking about football here. There are difficult moments and joyful moments. Situatat kur jemi në momentet We vështira need dhe to momentet be mira. able to share the good moments and the bad moments together. So to be able to share all of these emotions together. Sharing emotions, good Ndarja one. emocioneve. Good one. Putting, është this is very shumë e much mirë. connected to Kjo është putting shumë e ourselves ndërlidhur in the situations me- of the others. Me vendosjen e vetes në këpucët e tjetrit. Empathy, what we Është said before, empatia, pra e empathy. tham dhe më But parë, this is po shumë e something that mirë. we work a lot Është in diçka football. që duhet të punohet në futboll në lidhje me këtë aftësi Ken për jetën. shpirtin e garës. To have the match and competition spirit. To enable the competition spirit. Elaborojë një çik më shumë iden, të lutem. Të jenë luftarak në garë dhe ta To marrin be seriozisht. fighters, to have the fighting Si spirit, to be consistent and serious in the challenge. Team spirit, Pra as we said before, shpirti i ekipit, siç e preparing the thamë kids to parë, understand përgatitja e fëmijëve the game, to për të understand the kuptuar lojën, defeat për and të the win, kuptuar to humbjen, make për të how kuptuar to knowing how to fitore, lose and knowing also how to win. pra të dinë të fitojnë, të Preparing dinë të yourself to the humbin. competition. That's Të also a life skill përgatisin we can veten work. Yeah. për pikërisht për konkurrencën dhe kjo është një aftësi e Last cila ones, okay? mësohet shumë mirë. Të mos urrej askënd. Not to hate anyone. Loja këto ka. So this is a game. Good one. Good, Shumë e good, mirë good. kjo. Shumë e mirë. Me fëmijët gjatë lojës të krijojnë argëtimin The njëri children need to have entertainment while playing, to try to adopt each other. The point is to remove them from the bad vices, to encourage them to not spend too much time on the computers. Very good. This is very much Kjo është connected to një pikë having shumë a e healthy fortë. lifestyle. Ka të bëjë me të Having pasurinë, this me healthy stili lifestyle jetese is të shëndetshëm. a skills, is life skills that we can Pra teach stili during a jetesë football së session. shëndetshme Good. është I një like it. aftësi Very good. që ne Last mësojmë one, gjatë sesioneve tona. Kjo është ndërhyrja e fundit. Aftësia për jetën sipas mendimit tim The life skills, in my opinion, është edukimi shëndetësor, is the health education, mendor, mental education, emocional, emotional education, social, edhe gjithçka këto komponent and all these components bashkohen të gjitha bashkë dhe japin një shoqëri më të shëndetshme. join all together and produce a much better and healthier society for us. Yeah, absolutely agree. These Po, life jam skills shumë dakord, can këto be mental, physical, aftësi jetësore and, mund they will help të us jenë aspekti to mendor, create a better fizik, society. edhe na ndihmojnë të Absolutely krijojmë një And very shoqëri më important, të as we said, mirë, edhe life është skills më e can be rëndësishme, learned, siç e përmendemi, can që be- we can aftësitë teach them. jetësore mund të mësohen, mund t'ua mësojmë ne The earlier fëmijëve. we start, Sa më the herët better të for our fillojmë kids. punën me fëmijët, aq më mirë për ta. Good. Në rregull? Last question.
Pyetja e Why fundit. are these life skills important? Pse janë të rëndësishme këto aftësi jetësore? Ne tashmë përmendëm disa arsye, por pse janë të rëndësishme? In order for you to be able to face life challenges and whatever that football has to offer, so that you are able to face challenges in a decent manner. Very good. These life skills are important Po, because they are këto going to aftësi prepare jetësore to janë help të preparing the rëndësishme kids sepse do të for the ndihmojnë life, fëmijët që të actually, përgatiten për to face jetën, challenges, që të përbalen to me adapt to sfidat e situations, jetës dhe të përshtaten to sipas manage situatave, të conflicts. menaxhojnë We're seeing konfliktet. that on the pitch. E pam edhe tek That's the reason loja që bëm sot behind, në fushë. teaching Kjo life është skills from an arsyeja, early age. sepse duhet i Don't mësojmë forget, aftësitë jetësore these që në kids moshë that të you are teaching vogël. now E fëmijët will që be the ju po ones running mësoni tani the do të country, jenë ata running që Albania nesër in pas nesër do 20, të 25 years. drejtojnë So Shqipërinë if we pas start now at an 20-30 early age, vitesh. we Nëse prepare fillojmë them të edukojmë properly, ato tani në moshë të then we'll have vogël, a successful. atëherë do të kemi të bëjmë me njerëz të suksesshëm. Këto aftësi mund të These ndikojnë në skills shëndetin fizik dhe mendor. may impact into the mental and physical health of these kids. Përsëritja edhe një herë se. Mund ta thuash edhe një herë? Këto aftësi mund të jenë të rëndësishme So për these shëndetin fizik skills dhe may mendor. be important for the mental and physical health of the kids. That's what he said twice. These life skills are important for the development. Këto for the aftësi mental and janë physical të development of the rëndësishme kid. për zhvillimin mendor I dhe agree fizik with that, të fëmijëve. Jam shumë dakord me këtë. Është diçka kryesore që Another important thing is that kids, when kids start to get active in sports in a very young age, it is important because they don't do drugs, they don't do alcohol or any other bad vices that exist. Yeah, good. At the end, Po, the reasoning në also is because fund, they are important because they help us arsyeja to pse educate këto from an aftësi early age. janë të That's the main rëndësishme se reason. ne And i this edukojmë që në will, moshë të vogël stop dhe these conducts, like our colleague mentioned. dhe do të If we të teach ndihmojnë them ato these të life skills from qëndrojnë an larg early age, it veseve will të help them- këqija. Nëse help i us to edukojmë që educate në moshë të them. vogël, do t'i edukojmë më mirë. Mendoj që I believe that each of these skills affects their character, the character of the kid as well. Yeah, these life skills will support to develop Po, a këto personality aftësi on each do të kid ndihmojnë to understand, fëmijët që for të them to zhvillojnë develop as a më person, shumë right? karakterin e tyre, të bëhen njerëz më të I mirë. agree, very good. Jam Good- dakord. Good job. Good Okej, job. ju lumt. All right, here Okej, we have këtu kemi in red, me të kuqe, orange, me the definition, portokalli, the life skills, kemi which is actually what we can do. aftësitë jetësore, Life ato skill is që something ne that we can mund do. të bëjmë. And they are going to be the Dhe ato do të jenë, sum, the addition do të of the jenë other three. diçka shtesë Interpersonal, tre intrapersonal, elementeve të and tjerë cognitive që skills. janë We aftësitë mentioned kognitive, them, ndërpersonale që plus the përmendëm, knowledge, plus we njohurit, know, ato që ne plus the dim, mindset or dhe or njëkohësisht attitude. qasja Mindset apo and attitude qëndrimi is që more mbajmë ne related ose to our mentaliteti. values, to Kjo what we mentaliteti believe. ka të bëjë me vlerat three of tona, them, ato they are gonna make parimet what we ku call ne a besojmë. life. Të treja këto së bashku, po ti mbledhim, janë të barabarta me Interpersonal aftësitë jetësore, pra aftësitë As you can see there, that will ndërpersonale, help siç e people shikoni, to make ndihmojnë decisions, to njerëzit solve të problems, to bëjnë think critically, të marrin mendime, të zgjidhin creatively as probleme, well, të to mendojnë në communicate mënyrë kritike effectively. dhe kreative, të komunikojnë në mënyrë efektive dhe kështu me radhë. Okay? Në rregull? Very important slide. Ky është një slajd shumë i Why? rëndësishëm. Because we have Pse? the four categories kemi of the 4 life skills. kategoritë How e do we have aftësive every jetësore, session se si structure in our ne app? e kemi What do I strukturuar want çdo to say is that seancë në aplikacionin every tonë. session Çdo you can sesion, find in the çdo app sesion që shikoni is në divided, aplikacion ndahet në Inserted in one of dhe these categories. futet në një These are nga the four këto categories we katër have. kategoritë. Këto janë 4 kategoritë që kemi ne në dispozicion. Okay? Në rregull. Every session in the app will fall Çdo under one of these seancë, categories. sesion në aplikacion do të Everyone needs to remember the four kategorizohet categories. në një nga këto 4 kategori. Duhet t'i mbani mend, ju lutem. First category. Kategoria Personal e parë. understanding.
mirëkuptimi personal. It will help the kids to understand themselves. Kjo gjë i ndihmon fëmijët që të njohin njëri tjetrin, të njohin veten, të kuptojnë Sometimes we veten. want to Ndonjëherë ne duam që t'i mësojmë atyre, duam të shkojmë shumë larg dhe t'i mësojmë atyre aftësi më të vështira, por ndonjëherë fëmijët nuk njohin as veten dhe ne sipas mendimit kjo kategori është thelbësore për zhvillimin e fëmijëve. Examples like Së self-confidence, për shembull, mund të mësojmë atyre të kenë vetbesim, të kenë respekt për veten, të kenë kontroll self-reliance, mbi veten, critical thinking, të jenë rezistencë, të mendojnë në mënyrë kritike dhe kreative. to start developing. Këto janë disa nga cilësi shumë të rëndësishme Okay. që fëmijët të fillojnë të First zhvillojnë. category. Kjo është kategoria e parë, We pra. move to the second category. Kalojmë tek kategoria e Relationships. dytë, që janë marrëdhënie. Once the kids they understand themselves, Kur they know fëmijët themselves, fillojnë they të start having njohin relations veten e with the tyre, others. fillojnë të krijojnë marrëdhënie me të tjerët. Of course, the most Sigurisht common që one, gjëja më easiest way to have relations më with e the others is zakonshme, communicating. mënyra më e mirë për të komunikuar, për të lidhur marrëdhënie me të tjerët është të kesh empati dhe të komunikosh me ta. Kolegu juaj i tha që është e rëndësishme ti mbështesësh të tjerët, të japësh një dorë, të ndihmosh, të mbështesësh. Okay? Then we move to the third E one. pastaj kalojmë tek First one, kategoria personal 3. understanding. E para Second one, ishte relationships. kuptimi i vetvetes. Third one, E dyta ishin living in marrëdhëniet. the Dhe wider e world, treta that we call është jeta në një botë më të Basically, madhe, life më të skills that gjerë. will support the kids E to ideja adapt është që to ti live in a mbështesim society. fëmijët të Understand mësojnë si është të jetosh në shoqëri, We are not all the same, të we kuptojnë are dallimet midis njëri Different tjetrit. in Ne terms nuk of jemi age, të njëjtë in të terms gjithë. of Ne jemi color of the ndryshëm skin, në varësi in terms of religion. të fesë që kemi, racës që of kemi, very many differences that they will besimeve face që in kemi, their life. apo çfarë do lloj gjëje tjetër që ne besojmë në jetë. Here we can find adaptability, Këtu leadership kemi skills, edhe inclusion. aftësitë e përshtatshmërisë, për aftësitë e të qenurit i përfshirë. And last one, the fourth Dhe one, së health and fundi, well-being. kategoria e katër është Basically all the shëndeti life dhe skills that we were mirëqenia. discussing as Këto well, janë të gjitha that will help aftësitë the që kids diskutuam së to bashku follow deri tani, a pra healthy ti ndihmojnë fëmijët që të kenë një stil të to have shëndetshëm healthy jetese decision making, dhe të nutritional choices, ndihmojmë ato të support bëjnë the kids zgjedhje to të choose zgjuara between a për cake ushqimin and a banana, dhe të ndihmojmë the të banana rather than the zgjidhin cake, kur the të fruit përballen me një frut rather- apo and the dhe një vegetables ëmbëlsirë të rather than zgjedhin frutin than the apo të fast food. përzgjedhin Those life skills we can perimet work dhe on jo them fast since we are, foodet. since they are little. Këto gjëra ne duhet të Okay? mësojmë që kur janë të vegjël fare. Good? Në rregull? Up here we can see the traditional structure of Këtu any kemi football training. strukturën Football tradicionale training të çdo or trajnimi any për sport training, futbollin actually. apo çdo Doesn't matter, basketball, trajnimi baseball, doesn't sporti matter. në fakt, qoftë ai There's always a volleyball, warm-up, baseball apo always a skill ka development, gjithmonë, meaning we domethënë, develop një seancë specific nxemjeje, skill that as do a të coach, as a teacher, I zhvillojmë want to një develop, aftësi të and then we caktuar put this in practice dhe during pastaj e vëm këtë a aftësi game në application. praktik për gjatë fazës së This is the normal zhvillimit të structure. lojës. Dhe kjo Below is the është structure of football for school session. këtu kemi We add two edhe moments. strukturën The first moment, normale, the opening kemi circle, and the last moment, shtimin the e dy closing fazave, hapjen e rrethit dhe mbylljen e rrethit në fund. circle. But also very important, I like to Gjithashtu është mention, shumë in e football for schools, rëndësishme që the two green are the more që educational dy moments of the fazat session. me jeshile, siç e But we shikoni, always janë try më të to rëndësishme. include in Por warm-up skills ne development and game përpiqemi application, të we also try përfshim to include the life skills. të përfshim edhe This is what we are aftësitë gonna jetësore edhe tek ato me blu, tek kutizat me In the blu. app, remember yesterday when we shared the screen Në in the aplikacion, kur e there ndam is bashkë always ekranin, siç e pat, ka a bullet point gjithmonë një that refers listë to me great questions to ask the element players. ku This is keni very një much connected to the listë life me skills. pyetje të mira Questions that që mund të you can have pyesni with you, lojtarëve, ask fëmijëve. to the Dhe players janë while they are pyetje që playing. ju mund t'u bëni You know, ndërkohë që ata luajnë. We understand the kids they are playing. Ne e they kuptojmë wanna që fëmijët score, they janë wanna- duke but luajtur, with duan these të shojnë questions, gol, we can por make me them anë të think këtyre while pyetjeve they ne are mund playing, të okay? ndihmojnë ato që të Let's try to find what we call mendojnë the gjatë teachable lojës. moments. Kjo është Moments where we momenti can kur interact with ne the kids. mund të ndërveprojmë me Okay? fëmijët. Në rregull?
participatory methods. Metodat e pjesëmarrjes janë metodat që ne do të përdorim tek faza e pestë. Çdo gjë që do shohim tani janë tek faza e fundit e sesionit, pra tek mbyllja e rrethit, dhe këto janë metodat që ne do të përdorim për të ndërvepruar me të gjithë grupin e fëmijëve. Si mund t'i përfshijmë fëmijët në mënyrë domethënëse, si mund të ndihen pjesë e seancës. Ju dini se çfarë ndodh, kur ti bëj një pyetje, përgjigjen gjithmonë tre njerëz, tre fëmijë, domethënë tre fëmijë përgjigjen gjithmonë. Tani si do t'ja bëjmë që të përgjigjen dhe fëmijët e tjerë? Mendoni pra të ndarjen dyshe. Pra, mund t'i ndani fëmijët, ju do dy do punoj bashkë, ju do dy bashkë, dhe brenda 1 minute ju do të diskutoni për mënyrat të ndryshme diskutimi që duhet të bëhen në fushë. Pas 1 minute, ti ndron pra dyshet. Pas 1 minuti prapë ndron dyshet në mënyrë që ato të bisedojnë me fëmijë të ndryshëm. Edhe për t'i inkurajuar që të marrin mendime të ndryshme nga fëmijët e ndryshëm. Nëse ti nuk ja bën këtë gjë, të gjithë do të flasin gjithmonë vetëm me miqtë që kanë, jo me fëmijët e tjerë. Dhe përpiquni ti inkurajoni që të mbajnë eksperiencat e tyre. Metoda tjetër është personi i tretë. Ti bën një pyetje grupit. Dhe personi i tretë do numërosh 1, 2, 3, personi i tretë do përgjigjet, pastaj numëron prapë 1, 2, 3, personi i tretë përgjigjet. Ai aftësia që e komunikimit që punuan bashkë tek fusha e futbollit. Mund të më thoni se si mund të komunikojmë një mënyrë, një metodë se si mund të komunikojmë në fushë futbollit? 1, 2, 3. Mund të më thuash një mënyrë se si mund të komunikojmë në fushën e futbollit? Një mënyrë komunikimi. Can we speak in a group? Can we be divided in subgroups to discuss this? I'm going to ask the question again. Maybe I didn't do it well. I'm asking you if you can tell me a way to communicate on the football pitch. How can the kids communicate on the football pitch? During the session, when we are playing, how can they communicate? Si mund komunikojnë me njëri tjetrin? Me emra, me shenja. Passing the ball with numbers, with signs. He said communicating by numbers, like meaning verbal communication. Okay. 1, 2, 3. 2, 3. Me shenja. With signs. With signs, perfect. 1, Shumë mirë. 2, 3. Ju të tre tani, një përgjigje, lutem. Pasat, duke pasuar ose passing the ball with colors of the uniforms. With the meaning, I guess he want to say communicating verbally, saying like different colors. Okay, that could be an option to communicate. 1, 2, 3. Ju të tre tani një përgjigje. Me emër. By name. By name, telling the names, yeah? Okay. Fine. Me emër, në rregull. Like this, with the every third person. Me çdo person të tretë, different people. Angazhova 1, 2, 3, 1, 2, 3. persona të ndryshëm. You see? 1, 2, 3, 1, 2, 3. If I ask the question in general, nëse do e bëja pyetjen në përgjithësi, do të jetë gjithmonë personat e njëjtë që përgjigjen, por kjo është një mënyrë për t'i angazhuar dhe përfshirë të gjithë fëmijët në aktivitete. A way to keep all of them attentive, all of them motivated. Është një mënyrë për t'i bërë të gjithë të vëmendshëm, të motivuar kur i drejtohesh. Të paktën në klasë, është një formë kjo. Small group discussions. This is what we are going to do afterwards. Diskutime Once në we finish grupe that, të we are going to vogla, work on the ne do small group të discussion. punojmë më pas Pass the me ball. diskutime. Pasimi topit. So pass the ball. You do a question
to Bëni the një group pyetje and you grupit pass the ball and dhe someone has to pastaj reply. ati që Okay? I kaloni topin do të përgjigjet. Alberto, which question? Alberto na bë një pyetje. Okay, easy question. Një pyetje Very thjesht good. kjo, po unë Can you Alberton give se me dëgjova. one Më jepni example një of shembull life skill të that we një can work aftësie during a për football jetën, session? të cilën ne mund ta zhvillojmë përgjatë një seance futbolli. Një aftësi, po mbaje kufjen pra që ta dëgjosh. Një aftësi për jetën që mund ta zhvillosh gjatë lojës së futbollit tek fëmijët. Çfarë aftësie mund të zhvillosh? Bashkëpunimin. Collaboration, fair play. Kaloja topin dikujt tjetër. Vetbesimi. Self-confidence. Kaloja topin dikujt tjetër. Respekti për veten. Self-respect. Shumë mirë. Kaloja topin dikujt tjetër. Driblimi I topit. Dribbling the ball. Është të fol për aftësitë për jetën. Jo për aftësitë për lojën. Aftësi. Life skill. Koordinimi, bashkëpunimi. Coordination. Collaboration. Përqendrimi I situatave ku ndodhet. Self-focusing in the situations. Self-focus, right? Yes. Okay, Yes. good. You see? Në rregull. I could pass the ball to everyone, but Mund t'ja it's a kaloj way topin të to gjithëve, po kjo interact është një with mënyrë different të ndërveproni me të different kids. gjithë fëmijët Passing në the këtë ball, formë. they I kalo are topin, ato janë të ready gjithë to të vëmendshëm reply, they are në already mënyrë to- që të to përgjigjen, participate që in të the marrin activity. pjesë, të jenë Okay? pjesëmarrës në Those aktivitete. are methods Janë that disa will support metoda you këto to që do t'ju involve mbështesin all the ju, kids. t'i përfshini të gjithë fëmijët. Good? Jemi në rregull? Finally, both Së with your fundmi, body. You ask a question to the group, bëni një and then pyetje për if they grupin, agree, dhe nëse janë if your- dakord, if your answer is yes, dhe nëse stand përgjigja up. juaj është po, If the answer is no, ngriheni në you remain këmbë. seated. Nëse përgjigja është jo, do të qëndroni të ulur, një mënyrë për t'i angazhuar, për t'i mbajtur vëmendjen të përqendruar, të I'm going to ask the fokusuar. question, okay? Do bëj një pyetje tani. Pra nëse është po do Are you ngriheni hungry? dhe nëse jo do uleni. If A the jeni answer të is rritur? yes, you Nëse stand up. jeni, If the answer is no, you remain seated. pra But you see, E you see pat ways që janë to disa mënyra engage shumë të all the mira group. për t'i angazhuar Ways të to gjithë pjesëtarët e involve grupit, the për whole t'i group. përfshirë të gjithë Different pjesëtarët, ways. pra ka shumë Always- mënyra të ndryshme. Gjithmonë Always connected to the life të skill we are working lidhura on. me aftësitë If për I was jetën që working ne in a po session in zhvillojmë. communication, Nëse do bëja një seancë I would komunikimi, do të bëja kështu something related pyetjesh to communication. të lidhur me It's a way to komunikimin, pra është një really mënyrë manage to- për to të interact with the whole menaxhuar group. ndërveprimin Okay? me të gjithë grupin. Understood? Janë disa metoda This shumë të method? thjeshta që mund t'i aplikoni. I kuptuat metodat? Okay, now we are going to do a Tashmë, group activity. Do të bëjmë një aktivitet First në of grup. all, Së pari, I'm going to ask you to raise your hand do if you t'ju are them group number 1. të Raise ngrini your hand. dorën nëse jeni grupi numër 1. On paper we should have 10 people. 10 veta duhet kemi Raise të your ky hand. grupi. Group number 1. Grupi 1, 10 persona. Wait. If Prisni you are pak. group number 1, raise your hand and don't put it back. Don't put it Nëse down. jeni Keep grupi it like numër this. 1, mbajeni dorën të Group ngritur dhe number mos e 1. ulni. Grupi numër 1. 10. 10. 10. Okay. I know. 10 5 from persona, yesterday and 5 for today. I know. That's why it 5 should be nga 10 dje, people. 5 Well nga done. sot. Mirë, në rregull. Group number 2. Can you raise your hand? Grupi 2. Dorën të ngritur, lutem. Excellent. Amazing. 10 people. Well done. Shkëlqyer. Group number 3. Can you raise your hand? Grupi numër 3. Ta mbaj dorën të ngritur. 9 people. 9 persona. Më duhet dhe një për 10. Okay, 9 people. 5. Mirë, 5. okay, s'ka problem. 9. You are raise your hand again if you are number 3, please. Number 3, raise Grupi your 3, hand again. edhe një herë.
që t'i numërojmë. No, the guy there is number 9, number 3 as well. Ai personi atje 10, poshtë. 10 also. Good, 10, good. 10 në rregull, e bën Hand grupin. down. Number 4. Raise your hand. Number Grupi 4. 4. Ngrini dorën, lutam. 9. Perfect. Okay. 10, 10, 9. 10, 10, 10, 9. 10, 10, 10 dhe 9. Group number 5. Raise your hand. Grupi numër 5, lutemi dorën. No, 12, 12. 12. Okay, don't. Handa, I don't Në want to rregull. see anyone raising the hand 2 times. If you are number 3, you cannot raise the hand on number 5. Nuk dua të shoh dikë që e ngre Because I think dorën I saw 2 someone herë. that Mu duk already sikur raised the pash hand dikë që e ngriti Never dorën mind, 2 no herë. problem. Mirë, Group okay. number 6. Raise your hand. Grupi 6. Ngrini duart. 7. Janë 7. 7, okay. 7 për grupin e fundit. Group number Grupi 6. 7. Grupi 7 tashmë. 8, okay. 8 persona. Group number 8. Grupi 8. 9, okay, 9. 9. 9, no? Again, group number 8 again. Grupi 8 8 dhe një again. herë ta kuptoj se sa persona janë. 10 or 9? 10 janë apo 9? Please, please, please. Group, if you are group number 8, Nëse raise your jeni hand, grupi please. numër 8, lutemi ngrini dorën. Nine. Okay. Good. 9 pra. 9. And finally, group number 9. Së Raise your hand fundmi, if you are grupi 9. numër 9. 9. Okay. 9 dhe grupi fundit. Okay, good, good, good. Në So, rregull. excellent. What do we have to do now? Shkëlqyer, çfarë do bëjmë tani? Group number 1. Grupi parë, numër 1, Good. Number 1. You have to. ju duhet të Winning and losing is your life skills. aftësia juaj për You need jetën, to të prepare. fitosh dhe të humbësh, You're gonna work duhet të together përgatiteni with së the- bashku, with the do colleagues punoni of me your group, kolegët e number grupit 1, tuaj. and you're going to Grupi prepare numër 1 të one përgatisni football activity një aktivitet futbolli in which në të we can cilin see winning ne do të and shohim aspektet e të What does it mean? fituarit It dhe means të humburit. It can be a Çfarë mund të jetë warm-up, kjo? it Mund të can jetë be a një skill zemje, development, mund të jetë game zhvillim application, aftësish, whatever një you want. aplikim loje, Just zbatim one loje, activity, zhvillim one loje, pra football mund drill të jetë një in which you have to aktivitet show futbolli ku ju duhet that të this life skill is present dëshmoni during the që game. kjo aftësi për jetën është prezente në Okay? shembullin e You are going to work lojës. together Do outside, punoni bashkë to jashtë, discuss, do and then you diskutoni will come back here, dhe do vini and këtu, you will have 1 minute do keni to një explain the minutë activity. për ta prezantuar You don't have to aktivitetin që play. keni zgjedhur. You Nuk just është të need to dolosni. explain the activity. Duhet të shpjegoni aktivitetin për 1 minutë. Në lidhje Clear? me tematikën e fitores dhe Group humbjes. number 2. Grupi 2. You have to do the same Do bëni të njëjtën with the gjë life skills, me aftësinë teamwork. për jetën, që You është have to propose puna an në activity, grup. a Do football propozoni activity, një aktivitet futbolli in which në të cilin teamwork do is t'i present. ilustroni It's a very punën, simple, easy one for you. punën në You are ekip lucky. është pak Group e number thjeshtë, 2. grupi 2 e ka shumë thjesht, në fakt jeni me fat. Group number 3. Grupi numër 3, Good communication. komunikimi i mirë. You have to propose a football activity Do propozoni in një which we see aktivitet the futbolli good ku ne do communication. shohim se si zhvillohet aftësia për jetën e komunikimit të Obviously, mirë. it cannot be Me shumë the gjasa one we nuk did on the pitch. Nuk do jetë ajo që kemi Passing the bërë të ball, fusha, no. për të That cannot be. pasuar A topin. different one. Një tjetër, do merr një Okay? shembull tjetër. Në rregull? Group number 4. Grupi 4. Respect. Respekti. You need to propose an activity Do in propozoni which një the aktivitet respect is there. ku respekti është aty. Group number 5. Grupi 5, Inclusion. gjithë përfshirja. Please.
Lutemi. You need to propose a football activity Do propozoni një aktivitet futbolli që është gjithëpërfshirës, ku ne shohim gjithëpërfshirjen të materializuar. Ne kemi dhënë një shembull mund të jetë shembull gjithëpërfshirje nëse kemi dikën në grup që ka aftësi ndryshe, që është This is only one example. Ka aftësi fizike të ndryshme, pra gjithëpërfshirja. Ne mund të jemi gjithëpërfshirës për sa i përket fesë, gjinis, moshës, për sa i aftësive, mund të kesh aftësi ndryshe, ose unë mund të kem pikërisht aftësi të kufizuara, si mund më përfshish mua në futboll. Pra aftësia për jetën e gjithëpërfshirjes do të materializohet në shembullin që do të zgjidhni. Grupi 6, të jesh udhëheqës. Udhëheqja, leadershipi. Si mundemi ta zhvillojmë aftësinë për jetën të udhëheqjes, të leadershipit, përgjatë një loje futbolli? Mirë? Grupi 7, menaxhimi i konfliktit. Menaxhimi i problemit. Si do të propozoni një aktivitet që fëmijët të kenë mundësinë të hasen me një dhe të menaxhojnë një sfidë, një problem. Do zgjidhni një tjetër, jo atë që më bëm praktik në fushë. Grupi 8, empatia. Shumë e rëndësishme në futboll. Si do të propozojmë një aktivitet ku kolegët do të dëshmojnë empati me arbitrin, me pjesëtarët e ekipit, me çdo që do të zgjidhni ju. E fundit, grupi 9. Stili jetës i shëndetshëm. Propozoni një aktivitet përgjatë lojës së futbollit ku të përmirësoni stilin e shëndetshëm të jetesës. Good? Any questions? You have 10 minutes. Ka pyetje? Melvin, what's the time? Keni 10 minuta. It can be a warm-up. Mund të jetë nxemja, mund të jetë zhvillimi i lojës futbollit, por që të materializohet se si do të zhvilloni ju mësimin e kësaj vlere për jetën, atje e kësaj mjeshtërie për jetën. Pra, 1 minutë do bëni një prezantim këtu. Do vëm kohën 1 minutë dhe për 1 minutë do ta keni prezantuar. Okay? Në rregull? So, number 1, raise your hand. Grupi i parë ta ngretë një herë dorën. Number 1, you go. Ikni bashkë bëni diskutimin. The rest you wait. Të tjerët do presin. Number 1. Iku grupi i parë, sa është ora? Number 1. Për grupin e parë do të shihemi këtu në 12:50 everyone here. Në orën 12:50. Sa të shkojnë do marrin çiko fizike, kështu që në 12:50 Number 2, can you raise your hand? Number 2. Grupi i dytë, ta ngrej dorën. You can go. Edhe ju mund të largoheni. 12:50 here, please. Në 12:50 ju dua këtu për të bërë prezantimin. Number 3, can you raise your hand? Number 3. Grupin e tretë, lutemi ngrini dorën. Okay, you can go 12:50 here, please. Mund të largoheni në 12:50 dhe juve këtu. Come on, hurry up. Lëvizni pak më shpejt. Number 4. Grupi 4. You can go. Edhe ju mund të largoheni. 12:50 here. Në 12:50 këtu. Number 5. Grupi 5. You can go 12:50 here. Mund të largoheni. Whatever. 12:50 këtu. Number 6. Grupi 6. Number 6, you come here. Number 6 here. 6 do rri këtu. Nuk do dali. Number 6 here. Hajdeni këtu grupi numër 6. Number 7. Number 7 here. 7 këtu.
7 here. 7 këtu. You can see it wherever. Okay? Just do it here. Number 8. Grupi 8. Number 8 here. Këtu dhe grupi 8 në sallë. Number 8. 8. Grupi 8 këtu. And number 9. Number Grupi 9. 9. You are done? Stay outside. Stay outside. Stay outside. Stay outside. Stay outside. Ready? Who's going to explain? Kush do ta bëj shpjegimin? Kush do ta bëj shpjegimin? Okay, you have 1 minute. Ke 1 minutë ka. Ready? Gati? Shall we demonstrate it or only explain it? Shpjegoje. Mund të demonstroni diçka nëse dëshiron, po shpjegoje. Atëre këtë lojë që ne po realizojmë, unë realizoj dhe me nxënës si shpesh. Është një lojë që ka brenda komunikimin, ka shpejtësinë dhe disa gjëra që nxënësit njohin dhe pjesët e trupit. Might actually use this opportunity to get to know body parts. Atëre loja është ndahen në grupe në 2 persona përballë njëri tjetrit. So we separate 2 pairs in front of each other, 2 students in front of each other. Në rastin e mos pas materiale In marrim case një we don't have materials available, limited resources, we use this. Okay, we can use the ball. Atëre e vendosim topin ku është përballë përballë fëmijëve. In front of the kids. Dhe unë në rolin e trajnerit, I as a coach. Me komandë do them të gjitha pjesët e trupit, do thënë kokën, undën, supet, këmbët. Dhe në fund fare do them topin. Kush e merr topin i pari, fiton. I will say the ball. I will say the ball, and who receives the ball first wins. Atëre një demonstrim të thjeshtë. Here is a simple demonstration. Kokë, head, sup, shoulder, gjunjë, knees, këmbë, legs, top, ball. Kapën ngrinë. But you need to keep it. Good, very good one. I would say we can use this one as a warm-up, no? In the warm-up, I don't know if you do it as a warm-up can be used. Okay. Yeah. Okay, shumë mirë. I always encourage On every time we inkurajoj të gjithë që të bëjmë diçka pak më aktive, do të ishte pak më mirë, sepse siç e pat kur ishim në fush, faza e nxemjes që bëjmë ne. Okay, or running. Yeah. Okay. Ose vrapimin. Just a proposal to make it more Po, active. mund të bëjmë një propozim për ta bërë pak më aktiv ushtrimin, por më pëlqen ideja. As we did një me pak e vështirë që të kuptosh nivelin e nxënësve. Nëse nxënësit e realizojnë, atëre rritet vështirësia avash avash. Perform pretty well, we increase the difficulty. Amazing. We give them another applause, please.
All right, good. Okay. My colleague from the translation team, can you give me one number from 1 to 9, please? 9. 9. She wants to do number 9. So having a healthy lifestyle. Okay. We are group number 9. Our theme was having a healthy lifestyle, first of all. Të pas një shëndet sa më të mirë, ke rezultat në shëndetje kudo, duhet të ushqehen në mënyrë shëndetshme. Mënyrat e ushqimit, duhet eliminuar, kuptohet hamburger, gjërat me yllë me kalori të tepërt. To nisen që nga familja, nisen nga shoqëria, nisen edhe nga shkolla. E dyta është shëvitja. Pra ushqimi kuptohet të ndajmë ushqimet tjera. Të japim ushqimet të kontrolluara, të sistemuara dhe gjë, të mas moshave që duan. E dyta është shëvitja sistematike, për krijuar një qëndrueshmëri të mirë të fëmijët, një organizëm të fortë, të shëndetshëm dhe të kalitur çdo gjë, çdo situatë. Dhe fundit mendoj që është kryesore, është higjiena sportive, që në veshje, ngarje, para, mbrapa dhe gjatë shëvitjes. Këto janë 3 pikat kryesore që besoj që janë domosdoshme. Ai demonstrimi këtu mund bëhet në ushqimet që kemi. E dyta, futboll. Okay. Okay, he did a very good theoretical explanation. He explained very well the theory, but what we wanted to see is an exercise, is a practice. So the idea, maybe I didn't explain well, but the idea is how can you propose a football activity ideja është se si mund të propozojmë një ushtrim, aktivitet futbollistik për të demonstruar stilin e shëndetshëm të jetesës. Pra grupi tjetër nuk e di se si mund ta bëni ju këtë me fëmijët. Unë gjatë një nxemje i ndaj fëmijët në 4 grupe dhe ata duhet të vrapojnë tek një grup tjetër. Dhe një grup mund të zgjedh frutat, një grup mund të zgjedh perimet, një grup zgjedh ëmbëlsirat dhe një grup zgjedh fast food. Dhe ti thua një numër dhe paka shumë duhet gjeni një mënyrë kreative për t'i përfshirë ushqimet gjatë ushtrimeve që bëni. Yeah. You have markers, different colors. Mund të përdorni markera të ndryshme me ngjyra të ndryshme, për shembull e kuqe do thotë tomatet, jeshilja sallata, bluja do thotë Coca-Cola, e bardha do thotë sheqer. Pra i vendosni të gjithë markerat në një rreth në mes, shumë të tillë, pastaj ndani fëmijët në 4 grupe dhe i thoni vraponi. Duhet të futen tek rrethi dhe të zgjedhin një nga markerat. Dhe pastaj duhet të bëjnë të përplasin duart me fëmijët e tjerë. Pastaj kur të mbaroni markerat, thjesht i numëroni. Grupi numër 1 për shembull, sa markera të bardhë keni mbledhur ju apo sa markera të verdhë keni mbledhur e kështu me radhë. E jepni pra pikë grupit që mbledh më shumë markera. Nuk e di, qofshin ato të kuq, të gjelbër apo të verdh dhe kështu ju propozoni një ushtrim ku fëmijët duhet të zgjedhin. Hey, shiko, kemi markerin e bardhë, po nuk është gjë mirë. Okej, këtë të kuqe mund ta marr se ky është ushqim i shëndetshëm. Pra është një ushtrim shumë i thjeshtë, nxemi që ju mund ta prezantoni në mënyrë që ato të kërcejnë apo të
të vrapojnë gjatë ose mund të prezantoni dhe variacione të ndryshme të këtij ushtrimit. Gjithashtu mund ta bëni edhe me një top. Ndonjëherë mund të vrapojnë me topin, e marrin një marker dhe kthehen bashkë me topin. Mund të përcaktoni për shembull ai markeri kuq mund të marrë, meqense është domate, mund të marrë më shumë pikë, i bardhi që është sheqer mund të merr më pak pikë. There are many exercises we can develop, but we thought regarding the topic on the theoretical part, and that's why we did not illustrate in practice with the exercises. But we know we have organized exercises to materialize the theory. But maybe we got it wrong, but we chose this way to present. No wrong at all. Nuk është gabim, jo, por unë dua të them që mund të fokusohesh te teoria, ideja është që të bëjmë një ushtrim futbolli ku mund ta materializojmë teorinë. T'japim një dorë trokitje grupit 9. Let's do one more. Let's do one more. Kemi dhe grup tjetër tani për ta prezantuar. My colleague from translation again. Give me one other number from 1 to 9, but it cannot be 9, it cannot be 3. Teta. 8. Number 8. Please, come to the stand. Number 8. Atëre. Menduam që këtë empati ta lidhim me pjesën e lojës mësimore. Empathy to be connected closely to the game during teaching. We are going to divide the team with the same number of players. We will assign a referee. Prap një lojtar, një shoku këtyre. Pse e bëjmë të lloj gjoje? Nëse do vi momenti që gjatë lojës do kemi përplasje fizike, do kemi në ishkel më tepër, do kemi një sharje, do kemi një vendim të padrejtë arbitrit, këta fëmijë të mësohen që asnjëherë të mos krijojnë ato probleme. Jo ti pranojnë, por të binden edhe kur e kanë gabimin dhe sido që jetë puna, ta pranojnë ka ajo pjesa që të ndahen pa konflikte. Kush është pjesa tjetër? E dim gjithë këtë lloj gjoje. Në momentin që dikush ha i shkelm, pjesa parë që do bëhet të shkojë Europë, çka keqim gjurmë. Mos të arrim deri te kjo lloj gjoje. Gjyqtari duhet marrë vendime të drejta, mund ta marrë edhe të gabuar, por ta shpjegoj sepse e mori këtë lloj veprimi, këtë lloj vendimi. Dhe gjithashtu të mësohen që mos të po themi të sillen keq dhe me tifozat. Mund të ketë sa du sharje, mund të ketë shu, ata gjithmonë do vi puna që të me fjalët ofenduese, po themi etj. Ne kështu e menduam ke pjesa e lojës mësimore. Nuk e disha demonstrimin do të bëjmë të tashit, patën një ide as se po gjym shkelm po. Nuk e di. Kaq kishim në mënyrë teorike, por thash ke pjesa e lojës mësimore. Nuk e di dikush nga juve. Ose ndoshta fora shpejt. I didn't get one point. Was it like this activity you were thinking will be more a game, like a game application, will be more? Apo do të jetë thjesht në teori duke ja shpjeguar? Will be more within the game application part. Do të jetë microphone, please. Pasi ekipet u ndan. After the teams were jo, gjatë lojës. Pasi ekipet i ndam, atëherë këto do luajmë njëri tjetrin. E lam përgatitor lojë për ato po them, lojë mësimore. Dhe gjatë lojës do lindin këto lloj konfliktesh. Që normalisht do tentojmë ti zgjidhim me aty ku ata mendojnë keq, do i pasajmë punë trajneri, profesori kështu me radhë, që ti shëshojmë problemet. Paktën kjo ishte ideja që e mësuam ne, ke loja, as përgatitore, as mbyllje, as kështu. Yeah, I understand. But I don't see what is the empathy. I want to see a bit better the empathy. What is the
how can we see properly t'ja mësosh në mënyrën më të mirë të mundshme empatin në kontekst praktik. Ideja është që një nga lojtarët bëhet arbitri. Dhe një nga një të gjithë lojtarët do të duan të përjetojnë rolet e arbitrit dhe kështu ata fillojnë të jenë empatik me rolin e arbitrit. E kuptova mirë? Nuk e kuptova fort mirë këtë siç e ke kuptuar ti Alberto, kështu që atëherë fëmijët do të marrin rolin në rotacion dhe në një pikë do të jenë arbitër secili prej tyre për të kuptuar dhe për të qenë empatik në rolin e arbitrit, për të kuptuar se si ndihet arbitri në momentin që është në rolin që ka përcaktuar që të jenë empatik për gjatë. Good. Po, e kuptoj, tani e kuptoj. Duar trokitja. Ta finalizojmë dhe me një grup. So just to, please, just to finalize. We have 5 more minutes and we go, okay? Kemi 5 minuta, do të vijojmë. Here we have 4 key words. Kemi 4 fjalë kyçe këtu që do të përkufizojnë një trajner, një mësues të mirë për metodologjinë që ne po praktikojmë tek programi i shkollës për futbolli për shkollat. Përshtatshmëria e kemi parë të ilustruar. Ne na duhet të përshtatemi me situatën. Të përshtatemi me nivelin, me numrin e fëmijëve, me materialet mbështetëse, të përshtatemi me nivelin e lojtarëve, me kohën që kemi në dispozicion, pra përshtatja në përgjithësi është shumë e rëndësishme në programin futbolli për shkollat. Është shumë ndërlidhur me fleksibilitetin që e shohim në të djathtë. Të jemi fleksibël, të jemi elastik, e mbani mend ushtrimin që kemi në aplikacion, nuk është se duhet i ndjekim me përpikmërinë, duhet të jemi elastik, fleksibël. Unë e përdor për shembull me lojtarët që mund të kenë grup moshë tjetër, duhet të përshtatemi me situatën, me realitetin. Entuziazmi. Personalisht, në gjykimin tim, një nga karakteristikat më të mira që mund të ketë një mësues, të jesh entuziast. Fëmijët do ta kuptojnë direkt dhe do t'i incentivoj motivimin atyre. Pra, tregoni që keni interes në atë që bëni. Ne jemi me fat, jo të gjithë në botë mund të punojë në diçka që i pëlqen, që ka pasion. Ashtu siç punojmë ne, jo të gjithë punojnë në profesionin që kanë pasion. Babi im, për shembull, do të shkojë me shumë qejf në pension sepse e urren punën. Ne jemi me fat. Ne punojmë në industrinë që pëlqejmë. Le të avantazhohemi nga kjo gjë dhe le ta provojmë të materializojmë me fëmijët. Gjithëpërfshirja. Programi është gjithëpërfshirës, ne nuk po shohim për lojtarë të nivelit të lartë. Objektivi i programit futbolli për shkolla është të jap çdo fëmijë pikërisht opsionin dhe mundësinë për të lozur. Të japësh oportunitetin të gjithëve që në 5 vite, ata që duan për shembull të lozin më shumë se kanë talent, do të bashkohen me akademinë, pra objektivi kryesor është të japësh mundësinë të gjithëve të lozin. Kemi një element kyç që nuk e kemi përcaktuar, i pesti është kreativiteti. Duhet të jemi kreativ. Bëni pikërisht të paraqisni opsione novatore, mos ndiqni çdo gjë që është e përcaktuar në aplikacion, mund të jeni të përshtatshëm, por duhet jeni kreativ mbi të gjitha. Mendoni për tej si mësues, pra mendoni për tej kutisë, nuk mund të bëni të njëjtin ushtrim gjithmonë, të njëjtën gjë. Mendoni për tej kornizës. Any questions? Ka pyetje deri më tani? No? Because he's very hungry, that's why. E shoh se është i uritur dhe nuk i vjen për të bërë pyetje. All right, last one. Rregull e fundit fare për momentin. Dua të theksoj diçka që ndoshta tash më erdhi në mendje me shokut që ishim në grupin 3.
Ndoshta nga momenti që duhet trajtonim neve këtu, me qenë se flasim me fëmijët, ne gjithë jemi trajner, jemi mësues. Këtu ka dhe njerëz me shumë eksperiencë. Problemi më madh që jasim me fëmijët, që është shtuar shumë këto kohë në Shqipëri, janë dy bullizmi. Bullizmi është problem shumë i madh. Dhe ajo që ka ti Antonio pak më përpara, gjithë përfshirja t'u japim shansin gjithë fëmijëve që të luajnë. Është një sëmundje shumë e madhe kjo në futbollin shqiptar që jo të gjithë fëmijëve në gjitha nivelet nuk ju jepet mundësia e aktivizimit. Për mua kjo është një gangren, unë kam 30 vjet eksperiencë në trajning, edhe është një gangren shumë e madhe futbolli shqiptar. Nuk e di si ndodh në Spanjë, në Itali apo në Senegal apo në which is bullying and inclusiveness. Good point. I think this is a problem we encounter in Albania, in Italy, in Senegal, in Spain, in Peru, in Ecuador, all over the world. That's the reality. Why? I would say because many times the coaches, they focus many times more on the competitive aspect, not only on the competitive aspect, but only about winning results rather than really formation, which is what we are working on here in the field of first schools. It's about really to be inclusive. But what we mean with being inclusive doesn't mean that players that play a little bit better, they can also enjoy the session. Like it's really the task of the educator, the task of the coach, to adapt to the level. For example, the first exercise we did this morning, the warm-up, Alberto Melvin, the warm-up of improving with practice. This is a clear example of an exercise that I can adapt to the level of the kids. I see this player, this kid, he cannot play football. I tell him, okay, you're going to control the ball, pass the ball. Edhe pasoje, shoqja është lojtari mirë dhe I them, do ta kthesh topin që me gjuajtjen e parë, pra janë të mund të përshtatësh ushtrimet. Ai është I fokusuar tek puna e vet dhe nuk është se ka dieni për çfarë I thash lojtari tjetër. Pra, edhe duke bërë të njëjtin ushtrim mund ta përshtasim nivelin e vështirësisë. Kur bëm lojra mini game në pjesën e zhvillimit të lojës mund të bëjmë 2 fusha të vogla. Në njërin ne fokusohem në një detyrë tek pjesa tjetër e fushës. I japim rëndësi pikërisht fokusit tjetër. E di që nuk është e thjeshtë, por duhet dhënë sfida çdo fëmije. Alberto mentioned on the pitch a few times. Të diferencosh sfidën. Give this challenge every time. Pra jepi nga një sfidë në çdo rast, por duhet të jetë përfshirës. Trajneru s'kam luajtur ndonjëherë futboll. Mos u mërzit, ne jemi këtu për të mësuar. The message has to be clear. Mesazhi duhet të jetë I qartë në programin futbolli për shkollat. Ideja është japësh mundësinë të gjithëve, mundësinë për të lozur. Nuk po shohim që të nxjerrim Cristiano Ronaldon, jepi shansin për të lozur. Ndodh shumë shpesh që trajnerët fokusohen te rezultati që në këtë moshë është gabim I madh të fokusohesh vetëm te fitoria dhe rezultati. Ne po punojmë me shkollat, nuk po flasim për klube. Klubet janë histori tjetër. Clear? Është e qartë? All right, so 3 minutes and we go. 3 minuta. How to run a FIFA Full of First Schools Festival. This next 3 minutes is going to be focused on tomorrow. Futbollin, si të organizojmë festivalin për shkollat e futbollit të FIFA-s. Tomorrow. Nesër. We will have 200 kids. Do kemi 200 fëmijë këtu. 84 educators, right, Ju Alberto? jeni 84 mësues të edukimit fizik, do të kemi 2 fusha. Jo fusha që përdorëm sot, 2 të tjerat më pas, që janë me bar natyral, një të madhe dhe një më të vogël. Më vonë, kur të shkojmë tek fusha, do t'ju tregojmë grupi I parë, jeni 10 persona, 6 do të qëndrojnë tek fusha e madhe dhe 4 tek fusha tjetër. Mos u shqetësoni se do t'ja shpjegojmë pastaj, por nesër do t'jenë 200 fëmijë, 120 fëmijë në fushën e madhe dhe 80 fëmijë në fushën pak më të vogël. What is the objective of tomorrow? Objektivi për nesër. That's the main objective of tomorrow. Objektivi për nesër for the kids. Pikërisht që të kënaqen, të argëtohen.
Imagjinoni që do jenë 200 fëmijë me të gjithë mësuesit, do jetë fantastike si përvojë për ta. Le t'i japim atyre të përjetojnë një përvojë të këndshme. Si do të funksionojë? Fëmijët do të përcaktohen me rotacion në vende të ndryshme. Qa grupi ishe ti? Pesa. Është ekspert për grupin nëmër 5 dhe do të qëndrojë aty, fëmijët do të vijojnë me rotacion, mësuesi do të qëndrojnë në pozicionin e tyre. Objektivi është t'i japësh fëmijëve përjetimin e çdo eksperiencë me rotacion, siç e shihni këtu. Rëndësinë e rotacionit, variacioni i përmbajtjes së futbollit dhe aftësive për jetën. Alberto dhe unë do të jemi mbikëqyrës, do të mbikëqyrim çdo proces, do të kemi bilbilin, ju do fokusoheni te aktivitetet tuaja. Në rregull? 200 fëmijë, djemë dhe vajza, grup mosha e fëmijë. 11-12 years old. 11 deri në 12 vjeç. Do të bëjmë 3 seanse nga aplikacioni i projektit futbollit në shkolla. Do të bëjmë 9 stacione, 9 pozicione, herë 2, do të bëjmë 3 nxemje, 3 zhvillime hapësish, 3 lojra të vogla. Grupet do të përfshijnë fëmijë, 10 deri në 14 fëmijë dhe tek ushtimi i parë do të bëjmë 7 fëmijë kundër 7 dhe pastaj do të bëjmë 10 fëmijë për çdo stacion. Çdo stacion do të ketë 8 deri në 10 minuta kohë dhe unë dhe Alberto do ta menaxhojmë këtë gjë. Ju thjesht do të fokusoheni tek aktivitetet tuaja. Diku te 9 minuta. Nesër do të jetë nxehtë, por 9 minuta kohë janë të mjaftueshme që fëmijët ta kuptojnë lojën. Koha e lojës do të jetë rreth 90 minuta. Mund të bëni 1 orë e 50 minuta ose kjo do të jetë struktura e fushës për nesër. Nesër do të përdorim 2 fusha, një dhe tjetra është në anën e djathtë, është e njëjta strukturë, do të ndjekim të njëjtin model. Mbani mend, sot në mëngjes ne ishim në këtë pjesë të përmirësojmë përmes praktikës, zhvillimi i aftësive dhe zhvillimi lojës, nxemja, komunikimi i mirë. I mbani mend, besoj, zhvillimi i aftësive, posedimi i topit, zhvillimi i lojës, menaxhimi i konflikteve. E mbani mend korridorin? Here, 2, 2, 2 and 2, remember. And here with the big goal and with the 2 mini goals. Golin e madh edhe 2 mini golat. Rotacioni, si do duket rotacioni, fëmijët nga këtu, grupi i parë do të vijojnë te grupi i dytë, nga grupi i dytë te grupi i tretë, nga grupi i tretë do të vijojnë në grupin e katërt, në grupin e pestë, në grupin e 6, më pas në grupin e 7, tek 8 më pas, dhe grupi 9, nga grupi 9, që në krye të herës të grupi i parë. Pra do të bëjmë me rotacion të gjithë përshkuarjen e procesit. Çfarë është e rëndësishme këtu? Safety and drinking zones. Siguria, do të vendosim ujë këtu, disa stenda me ujë për fëmijët në mënyrë që të kenë akses për të pirë ujë për gjatë rotacionit në çdo seksion. Është e kuptueshme? Më pas në fushë do të përcaktojmë një kapiten. Kapiteni do të jetë përgjegjës për të transportuar fëmijët nga një seksion në një seksion dhe për t'i shoqëruar. Në rregull. The 3 sessions we are doing. 3 seancat. As we said, we don't invent the sessions. The sessions are in the app. Seancat janë në aplikacion. This group of age. Për këtë grup mosh.
Janë të përcaktuar 3 seancat me grupmoshat 8-11, përmirësimi praktik, komunikimi i mirë, menaxhimi i konflikteve. Any questions? A ka pyetje? Questions? Pyetje. Okay, group number 3. Grupi numër 3. Group number 8. Grupi numër 8. And group number 9. Dhe grupi numër 9. The 3 groups that 3 grupet që bët prezentimi. You can stand up and you can go outside to dhe mund të shkoni për të ngrënë. Pjesa tjetër do të presi këtu në sallë. 3, 8 and 9. You can go. 8 dhe 9.